shumë e rëndësishme me e theksu një fakt që kryesisht një fushë të caktuar që institucionet kanë tentu me rregullu, kryesisht kanë tentu me rregullu përmes themelimit të mekanizmave. Mirë po pa u kujdes që ata mekanizmat jenë efektiv. Mungesa e buxhetit për shembull që po përmendet në rastin konkret. Po i përmendet tash disa shembuj. Për shembull, sipas ligjit për barazi gjinore, do të mund caktu një zyrtar për barazi gjinore. Zyrtar për barazi gjinore jenë caktu, mirë po nuk ka një garanci që ky zyrtar si mekanizëm është efektiv. Njëjtë do thotë tek ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, është caktuar një zyrtar për mbrojtjen nga diskriminimi, mirë po që vazhdon me pas probleme në fushën e efektivitetit të këtij zyrtari. Njëjtë është për shembull tek sinjalizimi, tek konflikti i interesit e tjerë, që tash është kriju më tepër si një çështje formale. Hajde se po e krijojmë një mekanizëm të caktuar. Dhe tash ku është ndoshta ironia e sot që ka ndoshta institucione që një zyrtar i mon këtë këto pozita, që do thotë i njëjti është zyrtar për mbrojtje nga diskriminimi, i njëjti është për drejtat e njerëzit, për sinjalizim, për barazi gjinore e tjerë, që është botnisht e ditun që e ka të pamundur. Zyrtar për obligime ligjore. Zyrtar për obligime ligjore, për këto specifikisht për obligime formale. Dhe është e qartë është fakt notor që një zyrtar i vetëm nuk ka me mujt me rregullu çështën e barazisë gjinore, mbrojtjen nga diskriminimi, drejtat e njerëzit, sinjalizimin e tjerë. Mirë po që po e krijon, do thotë po e dërgon mesazhin që themelimi i këtyre mekanizmave do thotë është thjesht aspekt formal. Dhe te themelimi po ndalet. Vedia e qytetarëve rritet nëse ka masa konkrete, nëse ka veprime konkrete, nëse këta mekanizma thjesht funksionojnë. Përndryshe do thotë në vetvete thjesht një fushat, nëse është e domosdoshme, një fushat pa ndërmarrë veprime konkrete përmes cilave qytetarë, do thotë pjesëtarët e këtyre grupeve e shohin praktikisht se si po adresohet një situatë të caktuar, nuk dërgohet mjaftueshëm mesazhe dhe nuk do të kenë vedisim adekuat. Ta zonë për shembull nëse ka një kampanjë, do thotë për çështjet arsimore të komuniteteve pakic, ajo do thotë është e mirë se ardhur, mirë po nëse praktikisht ka edhe masa në kuptim teksteve shkollore, në kuptim të çështjes e tjerë, kjo do të ishte ajo fushata më e mirë në drejtim të dërgimit të mesazheve për të drejtat të cilat u takojnë. Dhe krahas veprimeve të kësaj natyre është shumë e rëndësishme që edhe fushata informuese të ketë vazhdimisht nga ana e institucioneve publike. Fatmirësisht një pjesë konsiderueshme të kësaj bare e kryejnë organizatat e shoqërisë civile në forma të ndryshme, mediat e tjerë, përmes mënyrave të ndryshme, mirë po që kjo kërkohet të bëhet proaktivisht edhe nga ana e institucioneve publike në mënyrë që vetë qytetarët, vetë pjesëtarët e këtyre grupeve të kenë mundësi që të kërkojnë të drejtat e tyre në mënyrë që të sfidojnë institucionet. Çështjet që janë miratuar ligje, themeluar mekanizma, akte nënligjore e tjerë, dhe në anën tjetër nuk kemi raportim të rasteve, më tepër është një amnistie përhershme institucioneve, për shkak se ne nuk kemi pas, këto grupe nuk kanë pas mundësi me sfidu mjaftueshëm institucionet në raport me mbrojtjen e këtyre të drejtave. Dhe nëse sot tenton të me mbajt llogaridhënës institucionet, pse ky grup e ka kështu, përgjigjja e tij do të jetë njëjtit nuk kanë pas ankesë. Dhe cilat kanë qenë veprimet e juaja, veprimet e tona kanë qenë miratimi i akteve, themelimi i mekanizmave, mirë po që ne po presim. Ndërsa dhonat empirike flasin për një situatë të pafavorshme në cilën gjenden pjesëtarët e këtyre grupeve. Nëse bërë me shtu vetëm të aspekti ku po kërkohet edhe informimi, po në të nkohë ne po ballafaqohemi edhe me atë lashën e mos reflektimit të shtetit. Ne kemi pas edhe raste kur kemi pas raste diskriminimit, bile ta quaj edhe ma shumë si diskriminim, ka shpije deri në racizëm, siç ka qenë refuzimi në gastronomi për të shërbyer një pjesëtarit të komunitetit. Megjithatë kemi pas reflektim të shtetit se çka u bë pas raportimit. Kjo edhe hub pak besimin tek qytetarët në kuptimin e asaj me
me ngrit vedijen, sepse po shoh që nuk po ka rezultate. Mos flasim në tempullin e demokracisë, siç është Parlamenti i Kosovës, ku kemi pasur edhe gjutë urrëties për vetë deputetëve në zhargonin pejorativ, kur i kanë quajtur pjesëtar të komuniteteve me zhargone mafyse të mundshme. Pra, nuk po kemi edhe reflektim në kuptimin e asaj që pas ngritjes vedijes që i bëhen qytetarëve, çka matutje. Domethënë edhe në këtë aspekt pak besoj që duhet me u rregullu procesi në mënyrë që me pa rezultate konkrete që çka mas ngritjes vedijes dhe çka mas raportimit a shohim rezultate ndeshkimit për institucioneve. Besoj kjo shumë varet api vullnetit politik të zyrtarëve publik. Ato që ata nuk mundën me minimizu në është edhe normimin e akteve të caktume, qoftë me kushtetut apo me ligje të caktume, e përmene qysh janë edhe në Malzi që ke vetëm disa ligje ku përmene, por është e rëndësishme që me qenë vullneti politik trajtimin e këtyre grupeve marginalizume duhet të kështyrim në prizmen e të drejtave të njerëzit, jo në prizmen e obligimit ligjor apo në prizmen se si një institucion publik të del mirë në opinionin publik. Më thoni kemi ato e përmeni zonë e pjerë më herët, kemi dita e aktivizmit, kemi patëm pas një muaj për persona me aftësi të kufizuar një fushatë e kryeministit një muaj, por këto janë vetëm për ta shprehur atë që të del mirë një institucion publik që po angazhohet, por në realitet duhet ta kuptojmë, domethënë trajtimin e grupeve marginalizuar duhet ta kuptojmë si trajtim i të drejtave të njerëzit, të drejtë barabartë apo liri apo trajtimi barabartë i të gjithë personave brenda shtetit. Një prej aspekteve që pak e përmendri zotri Qeli është edhe aspekti i mbulimit të këtyre rasteve në media. Çu e keni pa rolin e mediave në raportimin e këtyre rasteve ku lidhen grupet e marginalizuara apo personat nga këto komunitetet ndryshme të marginalizuara? Sonja Pira? Po, mendoj që roli i mediave është jashtëzakonisht qendror në informimin e qytetarëve, sidomos po flas për vendet jashtë Prishtinës, për shkak që e kam një farë përshtypje që në Prishtinë informacioni është pak më i qatshëm edhe shumica organizatave që është një civile të koncentruar në Prishtinë bën edhe aksione rrugore të ndryshme, shumica aktiviteteve institucionale në fakt organizohen në Prishtinë, ndërsa media luan rol të rëndësishëm në informimin e qytetarëve edhe në vendet e tjera. Mirëpo fatkeqësisht nganjëherë kemi pa edhe media të cilat vetë kanë përhapur gjuhë diskriminuese ose të paktën në emisione të ndryshme kanë ftuar mysafir të cilët kanë përhap gjuhë të tillë apo për shembull po më kujtohet një shembull vitin e kaluar në një emision televiziv, një show televiziv, e di që patëm ftu një person që ka qenë dhunues edhe një person tjetër viktimën aty edhe i kanë lënë mu përballë për një periudhë pak më gjatë, edhe kjo ka transmetuar një mesazh jashtëzakonisht negativ te viktimat e tjera të dhunës, edhe shpesh herë media mundet me pas atë rolin negativ se çka përçan. Mirëpo absolutisht nuk duhet me minimizu rolin që e ka në informimin pozitiv dhe proaktiv të qytetarëve për të drejtat e njerëzit, sidomos të këtyre grupeve të marginalizuara.